Mjekja kardiologe do ju tregojë si të shpëtoni nga infarkti kur laheni në det. Çdo vit ka humbje jetë në plazh nga ataku kardiak, ndaj duhet të jemi më të kujdesshëm dhe të marrim këshilla nga ekspertët që pushimet tona të mos kthehen në tragjedi. Mjekja kardiologe Dr. Daniela Teferici ka thënë se temperaturat ekstreme janë gjithmonë të dëmshme. I ftohti nxjerr më shpejt simptomat, ndërsa i nxehti më tepër lidhet me uljen e tensionit arterial dhe goditjen nga i nxehti. Këshilla e parandalimit të një arresti kardiak është të mos futesh në det menjëherë, duke kaluar nga një temperaturë e nxehtë e trupit në një temperaturë të ftohtë. Kjo mund të sjellë një aritmi, e cila në raste fatale kur presioni është i thellë, mund të arrijë edhe në humbjen e jetës. Megjithatë, personat që e dinë problemin e tyre me zemrën duhet të tregojnë në kujdes të shtuar pas daljes së tyre në plazh. Ndër këshillat e tjera do të rendisim të shmangni daljet në diell gjatë pikut të temperaturave për të evituar këto shqetësime.